Përshëndetje miqtë mi. Mirë se vini në kanalin tim Teatarot. Për lexime personale më kontaktoni në Instagram Teatarot 2025. Dhe tani do të bëjmë një pyetje. Dikush vjen drejt teje për të shprehur atë që ai ndjen për ty. Pra, dikush vjen drejt teje për të shprehur atë që ai ndjen për ty. Çfarë ndjen për ty ky person? Ky person për ty ndjen një dashuri të fortë, ndjen një emocion. Princesha e monedës tregon që ti je një femër ideale për të mashkull. Jeni larg, keni një histori në largësi, treshi i shkopimeve tregon që jeni larg, dhe ai mendon çdo moment për ju. Do të filloj një kapitull të ri në drejtimin tuaj, të lërë mbrapa gjithë gjërat jo të mira që ka bërë dhe të vi drejt teje për të hapur një kapitull të ri, drejt të një jete të shëndetshme me ju, konkrete. Dyshi i kupave më tregon një takim që do bëj me ju, takim të rëndësishëm, të mbrojtur nga ky ëngjël mbrojtës, për të treguar çfarë ndjen dhe çfarë do të bëj në jetën tuaj. Pra, çfarë planesh afatgjata keni ju për të bërë në jetën tuaj. Mbretëresha e shkopimeve më tregon që ky mashkull tek ty shikon jo vetëm këtë princeshë të monedës, një femër ideale, por dhe një mbretëreshe të shkopimeve, një femër shumë intelekte, të dashur, që i fal dashuri pas një lloj kompromisi. Ky person, pra, ja ku jeni të dy, mbretëresha e shkopimeve dhe mbreti i shkopimeve, është një person pak i tërhequr, me pak fjalë, pak i ftohtë, që nuk e shpreh gjithmonë atë që ndjen që ka brenda. Por sot ai ka vendosur që të shpreh me shumë pasion diçka që ai mendon që ka brenda vetes së tij për të shprehur në drejtimin tuaj. Me kë rezonon kjo histori, kjo energji? Me kë shënjë? Me ligjëreshën, me ujorin, me peshqin, me gaforen, me britjapin, denin, me binjakët, akrepin dhe luanin. Kurse me shenjat, me gërmat e alfabetit, emrit apo të mbiemrit, apo të qytetit apo vendit tuaj, kudo ku jetoni, mund të rezonoj me gërmën L, gërmën V, gërmën Sh, gërmën R, gërmën B, Zh, X, Q, S, Z, L, G, K dhe gërmën I. Faleminderit shumë miqtë mi. Mos harroni të më bëni subscribe, një like dhe një sentim të vogël poshtë video.